Shenjat e Kiametit. Tema e tretë, zbritja e Isait a.s. Përpara se të flasim për zbritjen e Isait, birit të Merjemes a.s., do të ishte më mirë që të njihemi së pari me përshkrimin e tij në tekstet e Sheriatit. Përshkrimi i Isait a.s. Sipas transmetimeve të ndryshme, ai është një burr me trup mesatar, as i gjatë as i shkurtër, i kuq, me trup të mbledhur dhe me krahëror të gjerë, me flokë të gjatë të shtrirë, sikur të kishte dalë nga një banjë me avull, të krehur mirë që mbushin të dy supet. Ja disa nga hadithet e transmetuara në lidhje me këtë përshkrim. Buhariu dhe Muslimi përcjellin nga Ebu Hurera se i dërguari Allahut a.s. ka thënë: natën e Isras takova Musain. I dërguari Allahut a.s. e përshkroi atë dhe pastaj tha: gjithashtu takova Isain. I dërguari Allahut a.s. e përshkroi atë dhe pastaj tha: mesatar, i kuq, sikur të kish dal nga një banjo me avull. Buhariu përcjell nga Ibn Abasi se i dërguari Allahut a.s. ka thënë: unë pash Isain, Musain dhe Ibrahimin. Isai ishte i kuq, me trup të mbledhur dhe me krahëror të gjerë. Muslimi përcjell nga Ebu Hurera se i dërguari Allahut a.s. ka thënë: unë isha në Hijr dhe Kurejshët po më pyesnin. Ndër të tjera tha: unë pash Isain, të birin e Merjemes a.s. në këmbë duke u falur. Ai që i ngjan më shumë atij është Urvetu ibn Mesud eth Thekafiu. Buhariu dhe Muslimi përcjellin nga Ibn Omeri se i dërguari Allahut a.s. ka thënë: mbrëm pash në Qabe një burr esmer, Adem, si më e bukur ngjyrë esmeri që mund të kesh parë ndonjëherë tek një burr. Ai kishte flokë që i arrinin deri në supe dhe që ishin flokët më të bukur që mund të kesh parë ndonjëherë. Ai sapo i kishte krehur dhe ato pikonin ujë. Ai ecte i mbështetur mbi dy burra ose i mbështetur në supet e dy burrave dhe po bënte tavaf rreth shtëpisë, Qabes. Unë pyeta: cili është ky? Mu tha: ky është Mesiu, biri i Merjemes. Buhariu përcjell se Ibn Omeri ka thënë: jo pasha Allahun, i dërguari Allahut a.s. nuk ka thënë për Isain që ai është i kuq, por ai ka thënë. Pastaj përmendi hadithin e mësipërm. Musliu përcjell nga Ibn Omeri se i dërguari Allahut a.s. ka thënë: unë pash një burr esmer. Përmendi hadithin derisa tha: me flokë të krehura. Në hadithet e përcjella për përshkrimin e Isait a.s. duket sikur ka një mos përputhje midis tyre, sepse diku përshkruhet me ngjyrë të kuqe dhe diku esmer. Përshkruhet gjithashtu me flokë të shtrira dhe diku me flokë të dredhura. Për sa i përket ngjyrës së tij, mund të themi se nuk ka mos përputhje midis të kuqes dhe ngjyrës esmere të tij, sepse ngjyra esmere për të mund të jetë e pastër dhe e kulluar si në origjinë. Ndërsa kundërshtimi i transmetimit që e përshkruan Isain si një burr me ngjyrë të kuqe nga ana e Ibn Omerit nuk merret për bazë, sepse kundërshtimi i tij në këtë rast bie ndesh me atë që kanë mësuar të tjerët. Ebu Hurera dhe Ibn Abasi kanë përcjellë se Isai a.s. është një burr me ngjyrë të kuqe. Përshkrimi i Isait a.s. në disa hadithe me flokë të shtrira dhe në disa të tjerë me flokë të dredhura, edhe pse janë dy cilësi që bien ndesh me njëra tjetrën, mund të themi se flokët e tij janë të shtrirë e jo të dredhura, sepse fjala arabe xhadun, e cila përdoret në disa kuptime, në përdorimin e saj në këto hadithe nënkupton trupin e ngjeshur e të mbledhur. Përshkrimi i zbritjes së Isait a.s. Pas daljes së Dexhalit dhe shkatrimit të tij nëpër tokë, Allahu i lartësuar dërgon Isain a.s. dhe zbret në tokë. Isai a.s. zbret në minaren e bardhë në lindje të Damaskut në Sham, i veshur me dy rrobe të lyera me shafran e me të kuqe. Duart i ka vendosur mbi krahët e dy ëngjëjve. Kur e ul kokën ujë pikon dhe kur e ngre rrokulliset prej tij si kokriza perlash.
Çdo jo musliman që e arrin fryma e tij vdes, dhe fryma e tij arrin atje ku arrin shikimi i tij. Ai do të zbres e do t'i bashkangjitet grupit të shpëtuar, i cili lufton për të vërtetën, i bashkuar kundër Dexhalit. Ai zbret në kohën kur muslimanët janë bërë gati të falin namazin dhe falet pas prijësit të këtij grupi. Ibn Kathiri ka thënë: Isa i zbret mbi minaren e bardhë lindore të Damaskut. Ky është mendimi më i njohur. Në disa libra kam lexuar se ai zbret në minaren e bardhë në lindje të xhamisë së Damaskut. Ndoshta këto fjalë janë më të saktat. Nuk ka minare lindore në Damask, përveç minares në anë të xhamisë e Mevije. Kjo minare është më e përshtatshmja, sepse Isa i zbret kur muslimanët janë bërë gati të falin namazin dhe prisi i muslimanëve i thot: O shpirti i Allahut, dil përpara dhe na pri. Ai thot: Dil ti përpara, sepse thirrja për namaz u bë për ty. Ndërsa në një transmetim tjetër thuhet: Ju jeni prijës të njëri tjetrit, dhe kjo është një dhuratë e Allahut për këtë umet. Ibn Kathiri ka përmendur se në kohën e tij, rreth vitit 741 Hijri, muslimanët rindërtuan një minare me gur të bardhë. Ndërtimi i saj u mundsua prej pasurisë së të krishterëve, të cilët kishin ndjekur minaren e mëparshme. Ndoshta ky fakt mund të konsiderohet si një argument mbi vërtetësinë e profecisë së Muhamedit a.s., ku Allahu mundson ndërtimin e kësaj minareje me pasurinë e të krishterëve, që më pas aty të zbresi Isai, i biri i Merjemes a.s., i cili vret derrin, thyen kryqin dhe nuk pranon mëxhizjen prej tyre, por vetëm të pranojnë Islamin. Por ata dhe mohues të tjerë përveç tyre, ose do të bëhen musliman, ose do të vriten. Në hadithin e gjatë të Newas ibn Semanit, ku është përmendur Dexhali, përmendet edhe zbritja e Isait a.s. I dërguar i Allahut thot: Kur të dërgoi Allahu Isain a.s., ai zbret në minaren e bardhë në lindje të Damaskut në Sham, i veshur me 2 rrobe të lyera me shafran e me të kuqe. Duart i ka vendosur mbi krahët e 2 ëngjëjve. Kur ai e ul kokën, uji pikon, e kur e ngre, rrokullisen prej tij si kokriza perlash. Çdo jo musliman që arrin fryma e tij vdes, dhe fryma e tij arrin atje ku arrin shikimi i tij. Ai e kërkon atë, Dexhalin, dhe arrin në portën e ludit dhe pastaj e vret. Pastaj Isa i shkon tek disa njerëz, të cilët i ka mbrojtur Allahu prej tij, Dexhalit, u fshin atyre fytyrat dhe u tregon për gradat e tyre në xhenet. Argumente për zbritjen e Isait a.s. Zbritja e Isait a.s. në kohën e fundit është një prej shenjave të mëdha të kiametit, e bazuar në Kur'an dhe në hadithet e sakta që arrin gradën mutawatir. A. Argumente nga Kur'ani për zbritjen e Isait a.s. 1. Fjala e Allahut në Kur'an, kur u sol si shembull i biri i Merjemes, Isai a.s. Populli yt, o Muhammed, me njëherë nisi të qesh duke thënë: A janë më të mirë idhujt tan apo ai? Ata ta paraqesin këtë shembull vetëm për shkak se duan të hahen, sepse janë popull grindavec. Isai është vetëm një rob, të cilit ne i dhuruam profeci dhe e bëm shembull për bijtë e Izraelit. Sikur të duam, ne do t'ju shkatërronim dhe në vendin tuaj do të bënim ëngjëj që do t'ju trashëgonin në tokë. Në të vërtetë, ai është shenjë e orës së kiametit, në ardhjen e së cilës mos të dyshoni kurse si. Këto ajete flasin për Isain a.s. Në fundin e tyre përmenden fjalët: Në të vërtetë, ai është shenjë e orës së kiametit, ku tregohet se Isai a.s. zbret para ditës së kiametit dhe zbritja e tij është një prej shenjave që tregojnë se kiameti është afër. Fjala Leil Mun transmetohet në 2 këndime. Këndimi i dytë, Le Ale Mun, nënkupton fjalën shenjë
Dhe kuptimi I ajetit atëherë është ky: në të vërtet ai është shenjë e orës së Kiametit. Ky këndim përcillet nga Ibn Abasi, Mujahidi dhe prej shumë imamëve të tjerë të tefsirit. Imam Ahmedi përcjell nga Ibn Abasi në lidhje me kuptimin e këtij ajeti: në të vërtet ai është shenjë e orës së Kiametit, se këto fjalë nuk kuptojnë shfaqjen e Isait, birit të Merjemes a.s. përpara se të bëhet Kiameti. Hafiz Ibn Kathiri thot: por emri në këtë ajet I atribuohet Isait a.s. dhe ky është mendimi sakt, sepse vimësia e kontekstit bën fjalë për të. Konsiderimi I dërgimit të Isait a.s. si profet, I cili I ngjall të vdekurit dhe shëron të verbërit, lebrozët e të tjera sëmundje, si një ndër shenjat e Kiametit, është diçka e largët dhe papranueshme. Më larg se kjo është mendimi I disa dietarëve që për emri në këtë ajet I atribuohet Kuranit. 2. Fjala e Allahut. Dhe për fjalët e tyre ne e vram Mesiun Isain, të birin e Merjemes, të dërguarin e Allahut, por ata as e vran, as e kryqëzuan, por ashtu u është dukur. Ata që nuk u pajtuan për çështjen e tij, me siguri që gjenden në dyshim për të. Ata nuk kanë ditur kur gjë për të, por vetëm kanë hamencuar. Ata në të vërtet nuk e kanë vrarë, por Allahu e ka ngritur pranë vetes. Allahu është I plot fuqishëm dhe I gjithdijshëm. Të gjithë hidhtarët e librit do t'i besojnë atij para se ai të vdes, dhe në ditën e Kiametit ai do të jetë dëshmitar kundër tyre. Këto ajete tregojnë se jehudët nuk arritën ta vrasin Isain a.s. as ta kryqëzojnë atë, por Allahu e ngriti atë në qiell, sikurse tregohet në ajet. Kujtoje o Muhammed, kur Allahu tha: o Isa, unë do të marr, do të ngre pranë meje. Këto ajete gjithashtu tregojnë se Isain a.s. kanë për ta besuar një pjesë e hidhtarëve të librit përpara se ai të vdes, kur të zbres, në kohën e fundit. Këtë e dëshmojnë hadithet e sakta, të cilët arrin gradën mutawatir. Në hadithet të sakta përcillet se ai do të zbres mbi minaren e bardhë lindore të Damaskut dhe do të vrasë Dexhalin. Ajeti kuranor: kujtoje o Muhammed, kur Allahu tha: o Isa, unë do të marr, do të ngre pranë meje dhe do të shpëtoj ty nga ata që nuk besojnë. Është një argument I cili tregon që Allahu nuk ka pasur si qëllim me të vdekjen e Isait, sepse po të kishte si qëllim vdekjen, atëherë Isai a.s. do të ishte si të gjithë besimtarët e tjerë, ku Allahu I merr shpirtrat e tyre dhe I ngre në qiell. Me kaq bëhet e qartë se po të nënkuptoi vdekja e Isait në këtë ajet, nuk ishte pse të përmendej në mënyrë të veçantë. Po kështu edhe fjalët: dhe do të shpëtoj ty nga ata që nuk besojnë, sepse nëse shpirti I tij do të qenë larguar nga trupi, atëherë trupi I tij do të gjendej në tokë si të gjithë trupat e profetëve të tjerë. Gjithashtu Allahu I lartësuar në një ajet tjetër thotë: por ata as e vran, as e kryqëzuan, por ashtu u është dukur. Ata që nuk u pajtuan për çështjen e tij, me siguri që gjenden në dyshim për të. Ata nuk kanë ditur kur gjë për të, por vetëm kanë hamencuar. Ata në të vërtet nuk e kanë vrarë, por Allahu e ka ngritur pranë vetes. Pjesa e fundit e këtij ajeti tregon se Isai a.s. u ngrit në qiell me trup e me shpirt, sikurse tregohet edhe në hadithe të sakta që ai do të zbres me trupin dhe shpirtin e tij. Nëse ky ajet do të nënkuptonte vdekjen e Isait a.s., atëherë do të thuaj: ata as e vran, as e kryqëzuan, por ai vdiq. Për këtë arsye, me fjalën arabe mutawafike që përmendet në ajet, dietarët nënkuptojnë marrjen e Isait a.s. me trup e me shpirt. Fjala e tewefi
nuk nënkupton marrjen e shpirtit pa trupin dhe as marrjen e të dyve pa ndonjë argument. Kjo fjalë mund të nënkuptoj edhe gjumin, sikurse vihet re në fjalët e Allahut. Ai ju a merr shpirtrat, ju vë në gjumë natën, duke e ditur ç'keni bërë ditën. Dhe ai ju dërgon rojtar, ëngjëj, të cilët kur ndonjërit nga ju i vjen vdekja, ja marrin shpirtin duke mos bërë kurrfar lëshimi. Si dhe Allahu a merr shpirtrat atyre që u ka ardhur çasti i vdekjes dhe atyre që nuk kanë vdekur, por që janë në gjumë. Pastaj ai ndal shpirtin e atij që është i caktuar vdekja. Pastaj ai ndal shpirtin e atij që i është caktuar vdekja, ndërsa të tjerëve u lë deri në një kohë të caktuar. Me të vërtetë, këto janë shenja për njerëzit që mendojnë. Këtu nuk do të flasim për këtë temë, por donim të sqaronim se Isai a.s. është ngritur në qiell me trup e me shpirt dhe është gjallë në qiell dhe do të zbresë në kohën e fundit dhe se do ta besojnë ata që janë të pranishëm prej thtarëve të librit, sikurse ka përmendur Allahu në Kur'an. Të gjithë thtarët e librit do t'i besojnë përpara se ai të vdesë. Ibn Xheriri ka thënë: "Nena ka treguar Ibn Beshari se i ka treguar Sufjani, i cili transmeton Ebi Husaj, e ky prej Said ibn Xhubeirit, se Ibn Abazi në lidhje me ajetin të gjithë thtarët e librit do t'i besojnë para vdekjes së tij, ka thënë përpara vdekjes së Isait, birit të Merjemes." Ibn Kethiri ka thënë se zinxhiri i këtij transmetimi është i saktë. Ibn Xheriri, pasi ka paraqitur mendimin e dietarëve në lidhje me kuptimin e këtij ajeti, ka thënë: "Më i saktë është mendimi i atyre që kanë thënë se komenti i këtij ajeti është ky: thtarët e librit do të besojnë Isain përpara se Isai të vdesë." Ibn Xheriri me zinxhirin e tij përcjell nga Hasan Basriu se ka thënë: "Përpara se të vdesë Isai, pasha Allahun, ai tani është gjallë tek Allahu, mirë po kur të zbres, ata kanë për të besuar të gjithë." Ibn Kethiri thot: "Kjo që ka thënë Ibn Xheriri është padyshim fjala e saktë. Qëllimi i vijimësisë së ajetit është hedhja poshtë e pretendimeve të jehudëve se gjoja vrani Isain dhe e kryqëzuan atë. Allahu ka lajmëruar se nuk ka ndodhur një gjë e tillë, por ju është dukur sikur e kanë bërë një gjë të tillë. Ata vran atë që ngjasonte me Isain, duke mos e hetuar një gjë të tillë, dhe Allahu e ngriti Isain për tek vetja. Isai vazhdon të jetë i gjallë dhe do të zbresë përpara ditës së Kiametit, sikurse tregojnë hadithet e sakta, të cilët arrin gradën muteuatir. Ibn Kethiri ka përmendur se përcillet nga Ibn Abasi e të tjerë në lidhje me ajetin para vdekjes së tij, se për emri këtu i atribuohet i thtarëve të librit dhe pastaj ka thënë: "Kjo, nëse është e saktë, nuk bie ndesh me atë që tham, por gjithsesi, më e sakta në kuptim dhe në zinxhirin e transmetimit është ajo që tham më lart."